Edi Rama i përgjigjet Albin Kurtit, 10 vite më parë nuk e njehje as himnin e Kosovës. Kryeministri Edi Rama nuk ka vënuar në reagimin e tij këtë të enjte pas deklaratës së vetëvendosjes, ku thuhej se Edi Rama ka mbështetur votimin e gjykatës speciale në vitin 2015. Nga ana tjetër, Rama thekson se nuk ka asnjë garë me vetëvendosjen dhe se i vjen keq që po ngatron marrëdhëniet institucionale të Kosovës me Shqipërinë. Lëvizja vetëvendosje më pas ka kushtuar një çarçaf të gjatë, ku shkruan se para 10 vjetësh unë pas kam qenë pro, kurse ajo pas ka qenë kundër gjykatës speciale. Ndërkohë unë kam denoncuar farsën ndaj Hashim Thaqit e të tjerëve kurdo ka qenë rasti e nevoja, ndërsa lëvizja dihet se sa ka lëvizur në atë drejtim. Por unë s'jam në asnjë lloj gare me lëvizjen dhe më vjen keq që lëvizja i ngatron marrëdhëniet institucionale të Kosovës me Shqipërinë në çorbën e balotazheve komunale, ndërsa për qëndrimet e para 10 vjetëve, kur ajo nuk njehte as himnin e Kosovës e jo më pafajësinë e Hashim Thaqit, të cilin do të donte të shihte përjetësisht në Hag, i kujtoi lëvizjes se gjykata speciale u ngrit për trafikun e organeve e jo për të marrë peng presidentin e Republikës së Kosovës. Dhe e fundit, unë as nuk jam organizator e as nuk jam folës i protestës gjithkombëtare drejtësi për çlirimtarët, të cilën e mbështes me gjithë zemër e do t'i bashkohesha si pjesëmarrës i thjeshtë, nëse nuk do të isha i vetëdijshëm se çdo politizim me dashje ose jo i asaj nisme do ta dëmtonte qëllimin dhe popularitetin e saj, shkruan Edi Rama në platformën X.